Përshëndetje miq. Nëse vetëm pse po qeshe, ose pse po keshe, shqip, ju tregoj se prapë ka dalë gonja, gango, me gënjy. Unë vje keq që po i thonë, po s'po i thonë interesant. Kështu miq, të ndëgjojmë edhe të diskutojmë bashku. Gatshëm si parti politike me respektu Kushtetutën e Republikës Kosovës, ligjen e Kosovës, në bashkëpunim të plot me aleatët tonë me të cilët e kemi shliru Kosovën. E për Partinë Demokratike të Kosovës, kufit e saj janë në vijat kufitare, nuk janë të ura hibrid. Jo, gangon vjen keq. Jo. Tash, jon atje. Këto dosh me thonë ti jone, sepse i ka qu Albin Kurti. Sa në kon jo, në kon të ura hibrid. E për këto, unë ta dokumentoj. Vetëm krye fjalimin edhe të ndëgjojmë tani. Ju e dini shumë mirë kompozitetin që ka bo partia në fjalë ose lëvizjave të vendosje me kryetarët e komunave. Dhe sot ti kryetarët e komunave i ke serbatje. Kemi pas debat në këtë studio bashkë me juve dhe me parti tjera politike për luftën që është bo. Në më dhonë kjo ka gëzu, që në bo sërbata. Qashtë po më doket mu. Po ata kanë bo betimin Shqip e jo sërbisht të i zoj. Ka zë e poplit të amonit të koftë. Sa e një kon jo, ata kanë ishtu sërbisht. E kanë pas fotografinë e shkallë mrapa atje, e flamuri sërbis. Kur tash kanë ishtu Shqip, flamuri shqiptar, Kosovar, i Kosovës, edhe presidentja e Kosovës. Tash, nëse e bën dallimin mirë, nëse e bën dallimin diçka tjetër. Po për të instalu ilegalisht kryetarët shqiptar atje. Ku jemi sot? Po me simbolet Kosovës. Çka kemi bën sot? Ku jemi sot? Sot jemi në masa. Nuk ta hap derën askush, na jemi izolu sot as me Shqipërinë, s'kemi marrëdhënie të mira. S'është e vërtet, zoj. Kjo është e pafashme. S'është e vërtet. Nuk është e vërtet hiç. Unë asnjëherë nuk e kam ngritë zonin pse kam diçka problem personal me Albin Kurtin. Albin Kurti ti sare ke ngritë zonin për të kënë, për përfitime personale, sa në tjetër se po heq. Edhe të gëni popli. Po nuk besojnë popli mu, o i gane. Ka vra babën mu, as kërkuj për partisë. E dim sa nuk o vras. Ne sot e ngrisim shumë zonin, sepse Albin Kurti po e vret shpresën e Kosovës. E S'është shpresa e vërtet. Kosovës nuk vritet me pushke me armë. Shpresa e Kosovës. S'është e vërtet o i gane. A e pa që a boni trompi për Albin Kurtin. A e pa që në shkrujti. A ja i qenë sankcionet. Jo gane, jo. Poplit i këto sen, o i gane. Kosovës vritet kështu duke izolu, duke e varfru, duke e sundu, duke shkatru policin, duke shkatru ushtrin, duke shkatru të në Që bre, por zoti, o i gane, s'po t'ja marrë dhe gëmje. Që më shri bre të shkatru? Po mire kje ka shkatru, se i ka dhonë 430 milion euro. Mund për bes, mund kishë arë tërp me thonë që të fjallë qa për këti. Si deputete, mund kishë arë tërp me thonë. Qërën polici më në të ka shkatru? Që është policia me mira në rajon? A i kone, nuk kërkohet vota të i gënjë. Dilë thuje realitetin e legjin njështrat. Shkojmë edhe pak miq, edhe diskutojmë ma shumë. Luftoj çdo ditë gjykata. Ka shtrim veri, Në cilin veri ka shtru? që të veri sotit. Tani unë nuk e marr këtu me i komentu. Okej, ti se komentojnë. Tash unë du më ta kthy ti përgjigjen ku kon ura kufini, më falë, ku kon kufiri. A kon urdjevit, a kon ku asat. Edhe veç pak miq. Por me gjithat, ndarja e qytetit e Mitrovicës sot është një realitet. Ky është kryetari i partisë juve o kon president, o kon kryeministër. Apo? S'pe thomune. Pe thot Hashim Thaçi. Okej? Nuk e lejojmë këtë gjë. Baba në Kosovës. Mund keni garancion
Çfarë siguri e patë ti? Me ru sigurin? Kush për unë sigurin tash? Nga ne, të lutem, mos din televizion me këni, të lutem. Por, thuj realitetin. Unë miq, po ju dua shumë, respekt. Kryeministër, nga ne, nësë gënje, të lutem. Opozit, a pesheni? Nuk o mirë shta. Ajo fonzat e opozitës, qërin pak, qërin ku vjep një votën. Mos e mashtroni bre, që 20 vjetë ju kanë mashtru. Mos e mashtroni bre, por, të na thujmë fjallë popullore mini, në herë kalën ka më theqet, po jetë 2 herë. Jo që të ju që 20 vjetë, u mytën me të ju kalu, bom. Respekt, kalofshi mirë.